Kjo është Bibla ime. Dhe unë besoj që është fjala e Zotit. Dhe është e vërteta absolute. Bibla thot që unë do ta njoh të vërtetën dhe e vërteta do të më bëjë të lirë. Bibla thot se unë do shoh lavdinë e Atit. Bibla thot se ai po lëviz në jetën time. Bibla thot që unë e kam mrekullinë time. Jeta ime po ndryshon. Dhe ai ka një plan të mrekullueshëm për mua. Që unë të jetoj në tokën e premtuar. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Zoti është i mirë. Dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Është shumë e rëndësishme që ne të besojmë atë që Bibla thot se ne jemi. Ne nuk jemi ai ose ajo çfarë njerëzit kanë thënë që jemi. Nuk jemi ai ose ajo çfarë bota thot se jemi, çfarë feja, religionet e tjera thot se jemi, po ne jemi ai ose ajo çfarë Bibla thot se jemi. Haleluja, lavdi Zotit. Shpalleni pas meje, Zoti do të ndezë një zjarr të ri në zemrën time. Një zjarr që nuk do shuhet nga frika, nga dyshimet, apo nga zërat që përpiqen të mulin poshtë. Ky zjarr do të më zgjoj, do të më forcoj dhe do të më kujtoj se kush jam unë në Zotin Jezus. Sprovat apo betejat unë do t'i fitoj në emrin e Jezu Krishtit. Unë nuk jam një njeri zakonshëm. Unë jam një luftëtar i Krishtit, i vajosur dhe i pajisur me autoritetin e tij. Djalli është poshtë këmbëve të mia. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Tema për sot është çliro tokën tënde. Krijo ose hap vend më shumë në mendjen, në zemrën, në jetën tënde për Zotin, në mënyrë që ai të bëjë mrekulli. Plani i Zotit, kur ne themi që Zoti ka një plan për ty, ne kemi folur gjatë gjithë muajit janar dhe në shkurt se Perëndia është atë. Dhe si atë, ai ka një plan të mirë për ty. Por, cili ishte plani i Zotit për popullin e Izraelit? Plani i Zotit për popullin e Izraelit ishte t'i nxirrte nga skllavëria dhe t'i çonte ata në tokën e premtuar. Te toka e premtuar çfarë kishte? Rrithte, qumësht edhe mjalt. Vetëm vilje e rushit peshonte 12 kg. Kishte bollëk, kishte jeshillëk. Dhe çfarë kishte tjetër atje? Po kishte një gjë. Kishte fortesa të forta. Kishte kala, si ajo e Jerikos, muret shumë të trashë dhe shumë të fortë. Kishte gjigant, thot Bibla. Kishte njerëz që ishin më të gjatë në trup se Izraelitët. Dhe Zoti dërgoi përmes Josueut, Mojsiut, dërgoi 12 zbulues për të parë tokën e premtuar. Kur ata erdhën, 10 prej tyre thanë, ne do vdesim si karkalecët. Ata do na shtypin ne. Tani, shumë të krishterë kanë një mentalitet karkaleci. Pse? Kur ne shikojmë problemet, kur ne shikojmë situatat, kur ne shikojmë gjërat e vështira, atëre ne trembim dhe ne themi, si do t'ja bëj unë? 10 zbuluesit e harruan që kush i dërgoi. E harruan premtimin që Zoti i dha atyre. Por 2 prej tyre u kthyen shumë pozitiv. Kalebi dhe Josueu thanë, edhe pse atje ka gjigant, për lavdinë e Zotit, ne do hyjmë në Kanaan. Prandaj sot unë dua që ti të mendosh për gjigantët në jetën tënde, që ti largosh nga jeta jote. Kalebit tek Josueu 14:12
mbas ata kishin hyrë në tokën e premtuar, ju kujtua premtimi i Zotit. Dhe i thot Josueut, më jep malin që ti më ke premtuar, që Zoti më ka premtuar. Dhe i thot, Zoti do t'jetë me mua dhe unë do t'i të bëj. Thoni njëri tjetrit, unë do marr malin tim. Zoti do jetë me mua. Dhe unë do t'i të bëj gjigantët nga toka ime e premtuar. Ajo që duhet kuptojmë është kjo, që Zoti e ka dhënë premtimin ku e ka dhënë? Në Bibël. Nëse ne lexojmë gjërat që u bën për Kalebin, për Josueun, pse mos bëhen për ty? U bën për Pietrin, u bën për Palin. Në kishte më kriminal se Pali, unë nuk gjej dot në dynja të sipërme. Pali vriste të krishterët për qef. Dhe Zoti e fali dhe e bëri apostull të tij. Tani nuk e di çallumi sa poshtë mund të kesh rënë ti. Sado që poshtë mund të jesh, një takim me Jezu Krishtin të katapulton lart. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë parimet e Biblës. Premtimi është dhënë. Toka duhet pushtuar. Premtimi është dhënë. Toka duhet pushtuar. Gjigantët nuk u zhdukën vetë, por ata duhet të përballeshin me gjigantët. Populli i Izraelit duhet të përballet me gjigantët. Prandaj sot nëse ti ndodhesh përballë provave, përballë vështirësive, mos ke frikë. Pse? Ti do ta mundësh gigantin. Ti do të dalësh që sot, wow, unë dëgjova fjalën e Zotit, pastori foli, shërbëtori i Zotit foli, por unë do ta mund gigantin tim. Kishin gjigant që ata do t'i mundin si popull të gjithë bashkë, por kishte gjigant që ata do t'i mundin si fis. Dhe fjala e Zotit thotë që Goliati kishte 5 vëllezër, dhe të 5 vëllezërit e Goliatit nuk u vran nga Davidi, po u vran nga ushtarë të tjerë të Davidit. Prandaj sado gjigant që mund të kesh ti në jetën tënde, ti ke autoritetin që ti vrasësh ata. Edhe ne kemi gjigantët tanë në jetën tonë. Kush janë gjigantët që mund na dalin ne në jetën tonë? Dyshimi. Dyshimi na thot ti nuk je mjaftueshëm. Ti nuk je i denj. Ti nuk je asnjëri në Tiranë. Tirana të ha. Ti je vetëm. Ky është një gjigant që ne duhet ta rrëzojmë. Pse? Ti nuk je vetëm. Si e ka emrin Jezusi? Si u emrin Jezusi? Prit, Jeshua në rregull, po. E kishte Emanuel. Që do të thotë, Perëndia me ne. Pra ti nuk je vetëm. Është edhe Jeshua sepse ai është Zoti. Por ama në këtë rast ne po flasim për emrin Emanuel. Një gjigant tjetër që mund na dalë në jetën tonë kush është? Është mosfalja. Mosfalja na mban të lidhur, është një zinxhir me gjyle që na mban të zhytur poshtë, të lidhur me të kaluarën. Ne do t'i hedhim lëndimet tona te deti i arresës, fjalët negative, mallkimet. Shumë njerëz më thon pastor, po unë më duket sikur jam i mallkuar, më kanë thënë këtë, më kanë thënë atë, më kanë bërë këtë. Hidhi ato te deti i arresës dhe mos shko ti peshkosh në. Sepse Bibla thotë që shkeljet tuaja i merr dhe i hedh sa larg është lindja nga perëndimi. Edhe sikur të jenë mëkatet tuaja nga Korça deri në Durrës, Zoti merr të gjitha edhe i zhyt në det. Prandaj Zoti duhet të thuash që shkeljet e mia, mallkimet e mia që kanë shtukur dhe janë hedhur ku? Në det. 3. Frikrat tona. Frika na paralizon për të bërë hapa të rinj. Nëse duam të ngjitemi në nivele të reja, gjë që Zoti e do që ne të ngjitemi në nivele të reja, kush do pengon? Frikrat tona. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne t'i vrasim gjigantët tanë. Dyshimi është zëri i frikës dhe jo zëri i Perëndisë. Mosfalja është zinxhir që të mban në vend, të jep negativitet dhe zë hapësirën që Zoti dëshiron ta ketë në mendjen tënde dhe në zemrën tënde. Zoti dëshiron të vi me paqe, me hir, me dashuri, po ti ndoshta e ke zënë me urrëtie, ndoshta e ke zënë me konflikt,
ndoshta e ke zënë me zemërim, dhe nëse e ke zënë mendjen tënde të pushtuar nga këto gjëra dhe je gjithë ditën si maçoku i acaruar, do të thotë që ky është një gjigant, që ti duhet ta dëbosh gigantin tënd. Nëse ti do t'ja dorëzosh tokën tënde të premtuar Zotit, duhet që të kuptosh, premtimi është real, por dhe përgjegjësia është reale. Pra, kemi një premtim që ka bërë Zoti, o kemi dhe përgjegjësi që është përgjegjësia ime. Është përgjegjësia ime që ti dëboj me shqelm këta dhelpra të vogla. Predikuesi thotë, zini dhelprat e vogla, sepse ato ç'a bëjnë? Dëmtojnë vreshtin. Mund jetë një mendim, mund jetë një dyshim i vogël, mos e laj që të rritet. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të pastrojmë mendjet tona nga negativiteti. Gjëja e dytë që duhet mësojmë është të zgjerojmë kapacitetin, të hapim vend në jetën tonë. Libri i parë i Mbretërve, kapitulli 17, vargjet 8 deri në 16, flet për profetin Elia që shkoi të vizitonte një grua të vet. Dhe profeti i tha, lere fëmijën tënd, po bëj mua për të ngrënë në fillim. Dhe ajo s'kishte asnjë gjë. Kishte pak miell edhe pak vaj, sa për të bërë një kulaç. Dhe vjen njeriu i Zotit dhe thotë, mos i jep fëmijës tënd, po më jep mua. Shumë mirë kur ne bëhet fjalë të dhënia, ne jemi të ngushtë në zemrat tona. Po Bibla na thret që ne duhet të zgjerohemi. Nëse ke probleme financat, mendohu mirë, pse? Fillon te zemra jote. Zgjeroje zemrën dhe Zoti do ta mbushi plot. Po si e zgjerojmë ne? Kur japim. Shumë njerëz mendojnë që unë nuk jap se nuk kam. Ky nuk është ekuacioni i Zotit. Ata që kanë japim, ekuacioni i Zotit është fillo të japësh kur nuk ke. Sepse aty do shikosh mrekullinë e Zotit. Ti duhet të vrasësh gigantin e mospasjes në jetën tënde. Fillo me këtë mentalitet, ndrysho dhe unë do filloj të jap në emrin e Jezusit. Bëj një marrëveshje me Zotin. Dhe ke për të parë që Zoti ka për të bekuar. Pse? Se Bibla thot, unë do ta qortoj të ligun që mos të vjedhin financat e tua. Por si bëhet kjo? Vetëm me një akt. Dhe ky është akti i bindjes ndaj Zotit. Ti fillon dhe jep. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë. Profeti Elia mori nga Eveja. Por pastaj ai tha, mbasi hëngri, sepse ai simbolizonte Zotin, çfarë tha? Shko dhe mblidh sa më shumë enë. Besimi ka të bëjë me enën tonë që ne i çojmë Zotit. Pra kur ne flasim, duhet të besosh për mrekulli, duhet të besosh për bekime, ne po flasim për zgjerimin e zemrës tonë. Çfarë ene i çon Zotit, atë dhe ai do të mbushi. Nëse i çon një enë të vogël, ai do të mbushi një enë të vogël. Elia e dinte që gruaja e vet nuk kishte enë të mjaftueshme në shtëpi. Dhe çfarë tha? Shko merrte komshi. Ajo mori dhe të gjitha enët që morën, u mbushën, dhe u të mbushën, dhe u të mbushën, dhe u derdhën, dhe u mbushën, dhe u derdhën. A do të jesh ti si kjo grua që u të mbush, u derdh, u të mbush, u derdh, u të mbush, u derdh. Zgjeroje zemrën. Jepi Zotit zemrën tënde. Mrekullia e Zotit mund të kufizohet jo nga furnizimi i Zotit. Jo se Zoti s'do t'i japi. Kufizohet nga zemra jote. Nga ena që ne i japim Zotit. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të zgjerojmë, të krijojmë hapësirë në jetën tonë. Dhe ne mund ta krijojmë duke shtuar disa pyetje. Sa po pres unë nga Zoti? Apo pret ti më shumë nga Zoti? Nëse po pret më shumë nga Zoti, fillo dhe krijo pritshmëri. Zoti do më japi më shumë. Sa po beson ti që të marrësh? Apo beson për gjëra të thjeshta, të vogla,
për mbijetesë apo po beson për bollëk? Sepse kur beson për mbijetesë, beson vetëm për bukën e gojës. Por nëse beson për bollëk, Bibla thotë që të mbushesh dhe të teproj për çdo punë të mirë. Jo vetëm që ti do bekohesh, por ti do jesh një bekim për të tjerët. Është shumë e rëndësishme që në të gjitha fushat, jo vetëm financave, ne duhet jemi bekim për të tjerët. Sa hapësirë ke krijuar ti Zotit në zemrën tënde dhe në mendjen tënde. Besimi është ena që ne i çojmë Zotit. Prandaj sot mendo, çfarë ene do t'i çojmë Zotit? Do t'i çojmë një fuqi të madhe, apo do të çojmë një kovë të vogël, apo një bidon të vogël, apo një tap? Një tap është që të mos vdesësh. Por një fuqi e madhe është që ti të kënaqesh. Dhe me fuqinë e madhe ti bekon veten dhe bekon të tjerë që rreth e qark teje. Ne duhet t'i lutemi Zotit sot, Zot, zgjero zemrën time. Pastro mendjen time dhe më krijo vend për më shumë në jetën time. Gjatë jetës të cilën ne mund të ecim drejt planit të Zotit, ka sfida, ka situata të vështira që na dalin përpara. Dhe një nga këto është regjistruar te libri i Gjyqtarëve kapitulli 14, vargu 5. Samsoni ne e dim që ishte një njeri zgjedhur nga Zoti. Zoti e vajosi atë, por ai ishte duke ecur diku për të plotësuar planin e Zotit. Dhe thot Samsoni po ecte drejt destinacionit të tij, pra në një fshat atje, kur një luan u lëriti në mes të rrugës së tij. Imagjinon tash veten tuaj në xhungël ose në shkret të tjerë dhe ju po shkoni për qef, wow, sa Zoti do i bëj këtë gjë. Dhe pastaj dëgjoni atë ulërimën e luanit. Çfarë do bëj ti? Po edhe unë do ja fusem rapid. Në mundimin e parë. Shumë njerëz kur dëgjojnë ulërimën e luanit, ja krisin rapid. Dhe është një histori me një misionar. Ai shkoi në xhungël, edhe u përball me luanin. Dhe pastaj ja krisi vrapë, luani ndiq, ai ndiq, edhe në një moment caktuar nuk dëgjoi më zhurmë. E tha, po lutem. Ndërsa po lutej, ktheu kokën mbrapa dhe çot shikonte. Luani ishte ulur në gjunjë dhe thoshte, Zot, faleminderit për ushqimin tim. Por nuk ndodh kështu me ne. Pse? Ne duhet ta kundërshtojmë luanin. Çfarë thot fjala e Zotit? Fjala e Zotit thot në këtë kapitull, nëse ju do ta lexoni në shtëpi, që fryma e Zotit erdhi mbi Samsonin dhe çfarë ndodhi? Samsoni e shqeu në dy luanin. Me i në vullgomarja i mundi gjithë ushtrinë e armikut. Zoti bëri gjëra të fuqishme përmes Samsonit. Pse? Ky është momenti që ai ishte i gatshëm që fryma e Zotit të vinte mbi ta. Tani do të thosh, po Samsoni kishat tradicionale e kanë keq kuptuar dhe keq mësuar çështjen e shenjtorëve. Sepse i kanë bërë ata superheroj. Jo, ishin njerëz që kishin defekte dhe kishin mëkate. Thot Bibla, njësoj si ne, ishin të dobët, njësoj si ne. Nuk kishin ndonjë rreth në kokë. Po çfarë? Kur fryma e Zotit vinte mbi ta, Zoti manifestonte fuqinë e tij. Por, shikoni, jemi në dhjatën e vjetër këtu. Jemi në beslidhjen e vjetër, ne morëm darkën e Zotit, ku në gjakun e Jezusit dhe besojmë që kemi një beslidhje më të re. Dhe libri i Hebrejve thotë që beslidhja e re është më e mirë nga beslidhja e vjetër. Apo jo? Po çfarë përfito kemi ne kur fryma e Zotit vjen një herë kaq kohë mbi ne? Jo. Në momentin që Jezusi u ngrit në sinagogë dhe tha, fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, ai më ka vajosur për t'i dhënë një lajm të mirë të përulurve.
Ai e mori këtë vajosje të përhershme dhe ka një moment kur ai hukati mbi dishepujt dhe ata morën frymën e shenjtë. Dhe pastaj kemi të veprat e apostujve kur 120 veta ishin mbledhur bashkë dhe kërkuan Zotin, fryma e shenjtë erdhi nga lart. Dhe që nga ai moment fryma e Zotit nuk është larguar nga toka. Fryma e shenjtë është në ty, mbi ty, para teje, mbrapa teje, majtas teje, djathtas teje dhe rreth e qark teje. Amen. Le ta shpallim bashkë. Fryma e Zotit është mbi mua. Fryma e Zotit është në mua. Ai është para meje, mbrapa meje, majtas meje, djathtas meje dhe rreth e qark meje. Në emrin e Jezusit. Amen. Halleluja. Lavdi Zotit. Tani kur ne dëgjojmë për ulërimin e luanit, ju kujtohet ndonjë pasazh tjetër në Bibël që na flet për ndonjë luan? Ka 2 luan. Luani i fisit të Judës që është luani i vërtet dhe luani i rem. 1 Pjetrit 5:8 thot, djalli vjen si një luan vrumbullues që ulërin dhe bën zhurmë dhe trazon ujërat, duke kërkuar ç'a të bëj? Të përpi. Kë? Atë që është i dobët. Atë që e ka zënë mendjen me dyshim, e ka zënë mendjen me frikë, me lëndim. Prandaj sot unë dua që ju të kuptoni që i ligu ulërin që të na friksoj. Që ne të triqemi mbrapa. Po si mund të dallojmë? Po mund të ketë një shoqe të puna, edhe mund të thojë çfarë vetë kot në kishti, akoma me ata të kishës ti. Mund të jetë dikush në shtëpi nga familja që kërkon të largojë ty nga rruga e Zotit. Mund të jetë dikush në lagje. Por ti duhet të vazhdosh drejt në rrugën e Zotit, sepse bekimi qëndron kur ti vazhdon drejt në rrugën e Zotit. Kur ti vazhdon drejt në rrugën e Zotit, atëherë ti do shikosh mrekullinë. Do jesh ti ai që do ta ndash luanin dhe jo luani ty. Ai ulërim që të na shpërqendrojë nga plani i Perëndis që Perëndia ka për ty. Unë kam filluar të shërbej Zotit që nga 1995 si pastor dhe 1-2 vite të tjera si ungjilltar. Dhe vazhdoj dhe do vazhdoj deri sa të kem frymë, deri sa të kem fuqi, deri sa të kem forcë, unë do vazhdoj të shërbej Zotit. Deri momenti që ai të më thrasë lart. Por ama, në këto vite kam pa shumë njerëz të dalin, të hyjnë dhe të dalin nga kisha. Pse? Sepse kanë dëgjuar ulërimin e shejtanit. Kanë dëgjuar zërin e djallit që të largohen nga shërbesa. U lodha, boll, do shikoj jetën time tani. Kjo është ulërima e shejtanit, e luanit, që kërkon të shpërqendrojë të krishterët. Në këtë rast, ne duhet të përkushtohemi, jo, unë do bëj akoma më shumë për Zotin. Ai ulërim që ta bëjnë ne të tërhiqemi. Por fryma e Zotit erdhi mbi Samsonin dhe fryma e Zotit është pranë teje. Mos e interpreto presionin, mund të ndodhesh në situatë sulmi, mund të ndodhesh në situatë presioni nga i ligu. Por mos e interpreto presionin, pra nëse je në një sëmundje të vazhdueshme, nëse je në vështirësi të vazhdueshme, mos e interpreto si disfat. Sepse ishte dikush që ka folur gjatë kësaj jave, edhe po interpreton dhe situatat e vështira, ka pasur shumë probleme në punë, edhe thoshte djalli fitoi. Jo, Zoti mbase ka dashur të lëvizë ty nga ai vend në një vend tjetër. Dhe Zoti ka për të bekuar ty tek ai vend tjetër. Mund të zgjasë i përgjigja e lutjes për një kohë të gjatë. Unë jam lutur Zotit për diçka 3 vite të shkuara dhe para një jave Zoti plotësoi lutjen. Por ama ti duhet të qëndrosh, nuk duhet të tërhiqesh. A ka ardhur djalli në zemrën time edhe në mendjen time të më thojë që shiko sa dëgjoj Zoti lutjen. Plot herë. Por unë kam thënë, mendja ime nuk është kosh plerash që unë të pranoj këto mendime negative. Unë e di, sepse që ditën që u luta, Zoti e dëgjoi.
Çfarë I tha Zoti Danielit? Që ditën që ti vendose të lutesh, unë e dëgjova. Edhe çfarë I tha? I tha Gabrielit, nisu shpejt, jepi përgjigje. Gabrieli është angjëll lajmëtar. Kush I doli përpara? 21 ditë I doli përpara ky Luani, shejtani. Dhe e ndaloi. Po më pas Zoti tha, ai po vazhdon të lutet. Shko Gabriel. Dhe Danieli thot, kur doli Gabrieli me shpatë të zhveshur, kishte kërcallim dhëmësh, që do të thot, djalli ka shtat nga Gabrieli, jo më nga Zoti. Dhe imagjinoni që këtu jemi në dhjetën e vjetër, Jezusi nuk ishte ardhur akoma, Jezusi nuk ishte vdekur në kryq akoma, dhe nuk ishte ringjallur akoma. Në momentin kur Jezusi u ringjall prej së vdekuris, shejtani s'ka shanse të qëndrojë përpara teje. Jo më përpara angjëve, po para teje. Ti ke autoritet që ti thua shejtanit mbyllë gojën e emrit të Jezusit. Unë nuk e besoj. E vetmja mundësi që ai ka me ne që të fitoj është goja. Ai vetëm flet gënjeshtra, flet dyshim, flet frikë. Po kur ti thua mendja ime nuk është kosh plerash, unë besoj që jam I bekuar, unë besoj që jam I shëruar, jam I çliruar, unë do ngjitem në nivele të reja. Unë do bekohem dhe do begatohem në emër të Jezusit, ai nuk ka shanse të veprojë në jetën tënde. Prandaj sot unë dua që ti të mendosh kush janë gjigantët në mendjen tënde. Sepse shpeshherë mendimet ku flem janë ato që I zënë vendin Zotit. Edhe shpeshherë unë them, Zot, unë I braktis mendimet e mia në emrin të Jezusit. Kërkoj frymë e shenjtë më zbulo kush janë gjigantët e mi. Më kujtohet që jam para shumë vitesh, frigoriferi jonë kishte zënë akull. Dhe kur e shkrim akullin, gjetëm ca bizele që kush e disa kishin atje. Shpeshherë mendja dhe zemra jonë zënë akull, nga që nuk lutemi, nga që nuk I besojmë fjalës, nuk rrëfejmë. Kështu problemin e kemi me rrëfimin e fjalës së Zotit. Dhe shpeshherë ka shumë besimtar që kanë shumë të zorshme ta shpallin. Jam I bekuar, jam I shëruar, jam I çliruar. Pse se thonë, shiko rrethanat aty, si janë rrethanat? Më fal, rrethanat janë Zoti yt? Puna është Zoti yt? Njerëzit e tjerë janë Zoti yt? Jo, është Jezusi. Dhe shumë njerëz mbyllen në vete dhe në emocionet e tyre. Edhe unë I them, edhe ti nuk je Zoti yt. Shumë njerëz thonë, unë jam Zoti vetes, është gabim. Jezusi është Zoti yt. Prandaj ne duhet I kërkojmë Zot, na zbulo çfarë na ka ngrirë në frigoriferin tonë. Mund të ketë ngrirë diçka nga e shkuara, zjarri I frymës vjen dhe e shkrim. Amen, le të mbyllim sytë dhe le të lutemi. Të bëjmë pak praktik sot. Frymë e shenjtë unë të falenderoj që ti je këtu tani në emrin e Jezusit. Zot, unë shpall që fryma jote është këtu. Frymë e Zotit, unë lutem Zot që në frigoriferët tanë, Zot, të ngrirë, në mendjen tonë dhe në zemrën tonë, unë lutem tani Zot, zbulo Zot. Çfarë mund të ketë mbetur aty Zot? Në qoftë se ka mbetur frikë, në qoftë se kaluara të mban peng, në qoftë se janë zëra negativ, unë duhet të them që ato nuk e përcaktojnë identitetin tënd. Prandaj duhet të ngrihesh sot me besim, të marrësh autoritet dhe të shpallësh kush je ti në Krisht. Le të shpallim pas meje. Frymë e shenjtë, unë të falenderoj që ti më ka hapur sytë e mendjes. Dhe ti më zbulon cilët janë gjigantët e mi, cilët janë frikrat e mia.
lëndimet e mia, hidhërimet e mia, dyshimet e mia. Sot në emrin e Jezusit, unë vi para teje dhe i zbraz mendjen time nga gjitha këto gjëra negative. Unë i qortoj këta gjigant në emër të Jezusit të largohen nga unë tani. Unë e shpall veten time se jam i lirë në Jezu Krishtin. Atë vend që ngeli bosh, sill frymën tënde sot. Më mbush tani plot. Unë shpall se në Jezu Krishtin jam i bekuar, jam i vlerësuar, jam i talentuar, jam i aprovuar, jam i suksesshëm, ec në nivele të reja, kam zjarrin e frymës, në emrin e Jezusit. Haleluja! Unë kam autoritet mbi çdo frymë të ndyrë, mbi çdo gjigant. Dhe sot shpall se jam më shumë se fitimtar. Në emër të Jezusit. Çdo luan është poshtë këmbëve të mia. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Haleluja.